kisha lujt nuda, do të kishen vetëm një film në Hollywood. Sa është pjesë e aktrimit. So para do të pozojë nuda? Për asnjë çmim nuda me pozu, por nëse kisha lujt nuda, do të kishen vetëm një film në Hollywood. Këtu në Kosovë ju? Jo, as në Turqi jo. Po më erdhin në Hollywood, aty besoj që e kisha po edhe se kam problem, sepse është pjesë e aktrimit, por që nuk mendoj që ja kish vlejt këto me dhonë gjithçka prej vetës, sepse unë nuk jam natyrë që kam dhonë gjithçka prej vetës, por që t'jetë një film në Hollywood, aty po. Prej fytyrave publike kosovare, kë e ke mik dhe mikesh pak më të mirë? Në përgjithësi kam gjithë. Unë me gjithë kam raporte të mira, nuk është që kam raporte asnjëherë këqija me dikon. Normalisht kur dikush nuk do me të folë, unë nuk lodh na fort, edhe s'mira me atë punë. Por me dikë që rrin pak më shpesh? E kam bleru në Zeqirin, Granit Miftarin, janë me shumë të mitë të afërt. Në përgjithësi gjithë, s'pëm kujtohen që tash krejt, por në përgjithësi unë me gjithë kam raportet mira, por që ma fytyra publike i kam Blerunën edhe Granit. Kryesisht çfarë zhanri të muzikës dëgjon? Gjitha. Krejtin dëgjoj, hiç s'kam kështu, përveç tekno nuk ma dëran kryç, nuk e dëgjoj, kështu që të gjitha shqiptaret, huja, tallava, krejt. Çka mendon kur je para pasqyrës? Qa mendoj, të pasqyrë, kështu është më e bukur në botë. Edhe gjithmonë vetës, kur zgjona, e shkoj vetë pasqyre, i jepi fjalë të mira, i thëmë ti je shumë e mirë, ti je më e mirë, edhe e nisi ditën me energji pozitive për vetë. Kështu që tu i dhon vetës energji pozitive, atër reflektoj edhe në rreth. Sa shpenzon për afërsisht një ditë arnora? Varet, për shembull, ka ditë që ndoshta nuk i shpenzoj as 10 euro, ka ditë që i shpenzoj 1.000, 10.000, varet, krejt çka kam nevojë për momente, për shembull. Ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Hajde që është harru, s'ki që le të shkon ku don. A ke edhe në sejdë ndonjëherë? Jo. Nuk di, nuk është që nuk di mu falë, por që nuk e kom di këtë rrugë. Nuk është që lutjet si bëj, lutjet gjithmonë i bëj, do vdi, po në sejdë mu falë me kalu në një fazë tjetër jo deri më sot, sepse mendoj që stili i jetës time nuk më përkan me u falë, por do vdi, po thuj se në çdo mbrëmje para se me flajt, edhe me ngjes kur zgjohem i them. Nëse do ta përshkruaje veten me 3 fjalë, cilat do të ishin ato? Energjike, ambicioze dhe sfiduese.